Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemi në dersin apo në këshillën e tretë. Kemi arritur tek tema vlera e muajit të Ramazanit. Në këtë muaj të Ramazanit, Allahu Azza wa Jall e zbriti Kur'anin. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an." Muaj i Ramazanit në të cilin është zbritur Kur'ani. Do thot, muaj i Ramazanit është prej muajve që Allahu subhanahu wa ta'ala e zbriti Kur'anin. Andaj, agjëroje o vlla i nderuar këtë muaj të begatshëm, këtë muaj të bereqetshëm, siç ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, falyasum. Do të thonë, agjërojeni. Nëse kushdo prej jush që i dallon thot falyasum, do thot agjërojeni Ramazanin. Suratul Bekara ajeti 185. Pikë tjetër është si vlerë muajit Ramazanit se Allahu subhanahu wa ta'ala do t'i prangos gjinët shejatin, gjinët të cilët bëjnë zullum, gjinët që ju bëjnë zullum njerëzve. Për atë arsye dhe Allahu subhanahu wa ta'ala do t'i prangos këta gjin dhe është koha e duhur që njerëzit të udhëzohen në këtë muaj të bereqetshëm. Andaj, o ti thirrësi nderuar, o ti vllai nderuar, edhe nëse nuk je hoq, shfrytëzoj rastin, shfrytëzoj këtë muaj të bekuar që ti therrasësh njerëzit, sepse e ke më të lehtë që ti therrasësh njerëzit, sepse shejtanët kryeneq janë të prangosur, andaj është më e lehtë, e keni vretur se në kohën e Ramazanit krimet janë më të pakta, dënimet janë më të pakta. Njerëzit i bëjnë ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala dhe kështu më rëndë. Për atë arsye, shfrytëzoj rastin që njerëzit të dëshmojnë të ndihmosh. Allahu azza wa jall e ka obliguar vllahë dhe ti o i motër e nderuar. Ja alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Cili është qëllimi i agjërimit? La'allakum tattaqun, që të bëni të devotshëm, o ju që keni besuar. I është bërë obligim agjërimi, ashtu siç ka qenë obligim tek ummetet e mëhershme, la'allakum tattaqun, që të bëheni të devotshëm. Ky është qëllimi kryesor i agjërimit. Nuk ka nevojë Allahu azza wa jall për agjërimin tonë. Ky agjërim është për shpërblimin tonë. Çështja tjetër është se në këtë Ramazan, se në muajin e bekuar të Ramazanit është një natë më e vlefshme, khairun min alf shahr. Është më e vlefshme se sa 1000 muaj, suratul Qadr. Andaj kur të vije 10 netëshi i fundit, bëni ibadet sa më shumë që të arrini natën e Qadrit dhe të jeni të falur me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala deri në takimin e radhës. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu yashkur lak.